Në ditën e dytë të aksionit për lirimin e hapësirave publike në lagjen 3 Heronjt, banorët kanë mbështetur ndërhyrjen e Bashkisë Shkodër duke e vlerësuar si një veprim të domosdoshëm për komunitetin. Ata shprehen se për vite me radhë ishin përballur me zaptimin e çdo hapësire të lirë, çka ua kishte bërë të vështirë jetën e përditshme dhe i kishte privuar nga ambientet e përbashkëta. Na ishte zënë fryma nga ndërtimet dhe bllokimet pa kriter. Tani kemi një hapësirë të lirë për fëmijët tanë dhe për të gjithë lagjen, u shprehen disa prej tyre. Ju jo prit zotit. Na kanë dhënë frymën. Shqip. Po djali e me kanë një aty, i them hajdeni edhe hiq. Na kanë dhënë komplet na s'kene kalosëm as me makina. Nuk kene kalosëm. Ja losit mollin zot. Ishe dosh me e ba me kokë. I lulisht, gjeri të avarin, pini kafe, pensionisti. Mi ka nevoj me shku në prekluge. E pan vetë një të e pin. Duket ma mirë një shtu se si ka këmë. Dhe tu në balkoni se këta toka, këta kofte janë kretë kanë këtë. Kanë bloku ajrin e kanë bloku venin. Me ndërgjegje, duhet hapësira publike. Ku me parkuar, ku me lëvize, fëmija, lulishte, qëtësia. Këta rreziqet si kanë para me nuhis që as ambulancën, as gjarfiksin, po blokove diçka djeci, ta pasohet mrapa. Me të thonë drejten, krejtori i bashkisë shumë mijat e bon sa ati hap të hapësira. Të janë bon si me kenë në Kabul. Shumë mijat e bon me hap lulishtet, trejnë, s'ke ka me kalu me makina, me gjana, me këte. Jam kenë në Greqi, jam kenë në Itali e gjithkum, nuk kesh u shtu su kur është bon të në Shqipëri, s'ke kërkun. Brava i kohë krejtori i bashkisë. Ka punu shumë mirë. Aksioni për lirimin e hapësirave publike që po zhvillohet çdo ditë në zona të ndryshme të qytetit, po merr mbështetjen e gjerë të qytetarëve, të cilët e konsiderojnë si një hap të rëndësishëm drejt një Shkodre më të rregullt, të pastër dhe me standarde më të larta urbane.